sot jam për të bërë 2 akuzat të cilat i lidh drejt për drejt me moshën e tretë. A jemi të vërtet? Në Shqipëri sot ka më shumë moshë të tretë se të rinj dhe a ju ka a i ka qëlluar kujt në Tiranë të mos shoh pensionistë që rrinë me orë të tëra, me ditë të tëra për të prerë abone. Shumë e saktë. Pra ti e ke në qendër të Tiranës, në ditë me shi, në ditë me diell, pa të ftohtë, pa në pluhur aty, makina që kalojnë e bien borive, e ulërimat të tëra, ti ke pensionistë, të cilët rrinë me orë të tëra për të prerë një abone. Domethënë, kanë punuar një jetë të tërë. Sot janë në kushte varfërie se po presin abonen dhe duhet të rrinë të denigrohen atë pikë aty në mes të ditës pas dhe një lloj standardi realisht është keqardhje. Dhe reagimi im është po si vajza 2 pensionistëve, edhe si personi që... Pse nuk reagojnë ndryshe ata? Mos shkojnë fare te ato kutitë e votimit të parët. Mos shkojnë fare. Shiko, pensionistët... Si që trajtojnë, leta trajtojnë njërë këtë politikën, se kjo është sjellja e politikës, Suele Dashur. Një sekond, pa tjetër. Është sjellja e tyre. E kuptoj, po pensionistët sot janë, e para janë pa fuqi zëri, e dyta, prindrit shqiptar janë ata që janë mësuar të sakrifikojnë gjithë jetën. Dhe e shohin edhe këtë si model po prap sakrifice. Pra shpeshherë kanë këtë lloj ankese, pastaj thonë, po hëse fëmija këto, domethënë mundohen ta shërojnë shpirtin e tyre me disa gjëra të vogla, pa kuptuar që jeta e tyre është në ditët e fundit. As karma e këtyre pensionistëve nuk i zë ata. Po i zënt. Pra ideja është që ata janë në ditët e fundit të jetës së tyre, se kështu janë, edhe prap mendojnë për fëmijët. Pra sa ke pensionistë sot që prap edhe atë pensionin që kanë e ndajnë me nipin, e ndajnë me mbesën. Ndoshta e çojnë dhe fëmijëve jashtë Shqipërisë janë mallë. Domethënë, si su mendua, ose pse nuk mendohet, një rrugë zgjidhje shumë e thjeshtë për këtë pensionistë. Mor ajo libreza e pensionit nuk bën të shërbejë abone. Pra nuk pse duhet shkojnë ta çdo muaj të presin këtë lloj aboneje. A nuk mundet ta kenë po themi të programuar bashkë me pensionin? Pse duhet të kenë diçka ekstra? Shiko, unë e kuptoj që patjetër pensionistët kanë nevojë të kenë një arsye të dalin nga shtëpia. Po jo të shkojnë të presin radhën abone. Mund të kenë një alternativë tjetër. Ço, kjo më vjen keq, kjo është e turpshme. Është e turpshme. Është e turpshme. Ju qindra punonjës të bashkisë atje keni mend në kokë apo s'keni mend? Ore na rropët na lekët, ore na grit na lekët. Po mendoni për ta njerëz, se do përfundoni gjithë burgjot e kapja karma që folëm të emisioni parë. Dëgjuat, kaq po i them. Zgjidhini problemin e pensionit. Urgjent. Akuza e dytë. Minimumi është do plaken. Domethënë nëse kanë fat do plaken. Jo, ata kanë marrë lek, ikin bëjnë pushime a shtetit se marrin lekët tona. Ikin bëjnë foto, karshillëk. E kupton? U vodhëm dhe s'na bë dot gjë. Ja kjo është ajo që ka ndodhur me Bashkinë e Tiranës dhe me shumë bashki tjera. Tu isha ka karma ka punë pastaj. Po, ka punë karma me këta.